nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Focus. He's worried about Albania, where the FBI has got a allegedly corrupt agent working, where the China company working with Hunter Biden is working. I think those are the biggest things. But, we have oil right now at the lowest price that it's been in 2 years. And, that's going to have a cascading impact on inflation just because, energy drives everything. So, Presidenti Trump ka mbajtur një fjalim përpara Kongresit, dhomës përfaqësuesve dhe senatorëve, do t'jap më pas komentin që kanë pasur në Focus TV. Tre ishin gjërat që kërkoi përpara senatorëve dhe kongresmenëve. Financim për kufirin jugor, ulje taksave me 4.5 trilion dollar, dhe ato korporatat që morën pjesë tek inaugurimi i tij vetëm duke paguar një tiket nga $1 milion si Bezos dhe Elon Musk do të përfitojnë $75 miliard. Kërkesa e tretë është krijimi i Air Dome, pra mbulimit ajror nga një rrezik bërthamor. Në ato që quhen gjysmë konferenca shtypi, që ai bën me median tek zyra ovale, duke ndonjë ulur dhe duke u përgjigjur pyetjeve që vinë nga shumë drejtime, ajo që do doja të veçoja ishte që presidenti Trump tha që nuk do të mbështes dhe nuk do të mbrojë asnjë nga vendet e NATO-s, në qoftë se ata nuk do të shkojnë tek 5% e GDP-s. A është kjo mënyrë të shprehur i largim nga traktati? Por ai nuk pranon artikullin 5. Pra, artikulli 5 është që një sulm ndaj çdo antari vetjak të NATO-s konsiderohet si sulm ndaj të gjithëve, dhe duke qenë si sulm nga të gjithëve, i detyruar që t'i mbrosh ata. Por Trump ka thënë që mendoni ju se në qoftë se ne do të jemi të rrezikuar, do të na sulmojnë, dhe do të thrasim, hey, Francë, na ndihmo, nuk besoj se do të vinë. Ndaj dhe ne nuk kemi pse shkojmë. Menjëherë ka reaguar Macron, presidenti francez, duke thënë që Franca është aleate besnike e Amerikës. Ai ka përmendur një general majorin Lafayette, i cili ka marrë pjesë te ushtria kontinentale e George Washingtonit, si dhe generalin amerikan Pershing në luftën e dytë botërore që ka luftuar me brigadat franceze. Është orvatur në 2018 të largohet nga NATO. E ka frenuar Mattis, sekretari i Pentagonit, sekretari i shtetit Pompeo dhe këshilltari i sigurisë kombëtare Bolton. Bolton na ka thënë disa herë në disa intervista që ne i kemi sjell argumenti që nëse ti bën këtë del nga NATO, nuk ke shanse të zgjidhesh për herë të dytë. Dhe tek Donald Trump, sipas Boltonit, gjithçka është për të, si përfiton ai. Duke vendosur 5% tek NATO, teknikisht është sikur ka ikur nga traktati. Në vitin 2023, Rubio, ai që sot është sekretar shteti, kaloi në Senat një ligj që të ndalonte presidentin amerikan për të ikur nga NATO. Por Bolton ka thënë që ky ligj nuk ka efekt sepse presidenti në Amerikë ka fuqi power për të hyrë në një traktat dhe për të dalë nga një traktat. NATO është traktat. Ai është ta kuptojnë se është në interes të tyre, jo të Amerikës. Në fakt është dhe në interesin e Trumpit që të mos tërhiqet nga NATO. Ai u përpoq në Bruxelles në vitin 2018, ishit ju në takim Pompeo dhe Keith Kellogg, këshilltari për Ukrainën tani. Në atë mbledhje nuk ishte Kellogg, ishte sekretari Mattis. Keith Kellogg prej shumë kohësh ka qenë negativ ndaj NATO-s. Nuk shikoj arsye që Keith ta ndrojë mendimin në këtë administratë. Njerëzit e kanë të vështirë të besojnë se një president amerikan do të përpiqet që të ikte prej NATO-s. Është shumë e vështirë ta besosh, po përveç se me Trumpin kjo mund të ngjas. Ama është shumë mirë që si sekretar shteti është Rubio, se ai e ka mbështetur NATO. A ka ai fuqi që të përballet me Trump?
It's a very good Pas question. votimit And për nobody Hexas, knows the do answer shikojmë as the new bashkëpunimin administration takes shape. Rubin As, me të dhe me Marco qytetarën e Rubio, sigurisë now kombëtare. Secretary of State, Mike A Waltz do is t'japin National ata Security Advisor, opinionin others real, Pete Hegseth, apo do t'jenë to jesme? be confirmed. Fatkeqësisht është kjo Then we'll see how they work që together. Donald Trump Then we'll see nga whether ata, jo people thjesht really besnikëri, give por për ullje. their real opinion, or whether they become yes men and yes women, which I think is unfortunately exactly what Trump wants. He doesn't want loyalty, he wants fealty, he wants submission. He Çfarë do të doesn't ndodh want me people's Kosovën, opinions. ambasador? Tani kemi Grinell që mund vëhet edhe i dërguar për Kosovën. A mund të kthehemi mbrapsht te ideja e shkëmbimit të trojeve? Dhe çka është pozicioni i Trumpit pro Serbisë apo çështjes shqiptarëve? Në mandatin e parë ishte një përpjekje. Well, Unë mora pjesë. Si ta it's a zgjidhim good këtë question. I në think të in the mirë të first term stabilitetit në there Gjirën was an Ballkan? effort. I Duhet participated zgjidhet, in it when I was se at është the pengesë për White progresin. House. Grinnell did to A see do if të we could përfshihet Grinell? get this question Nuk e di, resolved. por I ai think ka for the fluturuar me overall Trumpin stability drejt of the Kalifornisë, Balkans, shikoj it's dëmin nga zjarri. critical that at some point it be resolved. It's an obstacle to a lot of progress. Whether Grinnell will get interested in it or not, I don't know. He flew Ai with është Trump nga to Kalifornia, mbase është California atje to si see the dërguar fire special për damage out Kaliforninë. there on Friday. He's from California originally, so I don't. Maybe he's special envoy to California Pra first. kjo është That's his përparësia e top tij. priority. Është e But vështirë it's hard to know what të them se what ku else to tjetër do të focus on. But fokusohet ai. obviously, given his experience, Nga it would be përvoja që surprising ka, if he didn't look at do it. të surprizohesh I apo think të mos that, përfshihej Grinell në the Kosovë. main focus in the European Fokusi theater primar i for Trump Trumpit në teatrin in his evropian early do të days jetë will be lufta the në war in Ukrainë. Ukraine. And Gjërat që ka thënë janë kontradiktore. it's the kinds of Unë nuk jam things i he said shqetësuar se çfarë do have të ngjas në Ukrainë, contradicted themselves over por më time. But I'm shqetëson very worried fuqia about që what could Putin happen ka to ndaj Ukraine Trumpit. here. I'm worried about Dhe kjo do the të jetë në korrupsioni i pasur, zhvati. FBI nuk e ka këtë fuqi dhe nuk duhet ta ketë sepse duhet ndjek sundimin e ligjit. Themeluesi, nëse një vend kërkon të dalë nga NATO, do t'i bëjë një letër amerikanëve që ata ta aprovojnë largimin. Është larguar De Gaulle dikur nga shtabi ushtarak mbas zënkave të mëdha me Kennedy. Spanja ka hyrë shumë vonë. Aleanca e NATO-s ka mbajtur atë faqen amerikana, Pax America, siç ka qenë paqja romake. Por për 80 vjet Europa ka pasur një varësi ndaj Amerikës dhe e gjithë struktura ushtarake, e gjithë struktura po themi organizative, korporative e Europës ka qenë në këtë funksion. Përse Trump ka këtë reagim? Nuk është as pak amerikane. Nuk e ka pasur as Nixon, as Reagan, as Bush. Trump në e kaluar është demokrat. Nuk ka qenë kur të neokonservatorët amerikanë, por duke parë korrupsionin e madh të majtës, ai kaloi nga djatha dhe tashmë e kontrollon. Ja kam thënë disa herë, mos dëgjoni se çfarë thot, shikoni se çfarë bën. Do të ketë probleme edhe me atë që po ndodh me tarifat. Sepse Trump gabon kur vendos tarifa 25%. Ka të drejtë të vendos tarifa reciproke. Pra nëse Kanadaja ka 2-3% tarifa për amerikanët, e njëjta gjë, sepse deficiti tregtar amerikan është 1.2 trilion dollar, kaq la Bideni. Amerikanët paguajnë tarifa në vende të tjera rreth 370 miliard dollar, vendet e tjera paguajnë tarifa këtu 50 miliard dollar. E shikoni ku është. Uhaja ka shkuar 36 trilion, afër 37 trilion. Ndaj Elon Musk ka drejt që kërkon të hyjë në mënyrë drastike për të bërë pushime, për të larguar nga puna, sepse ky vend kështu falimenton. Interesi vjetor ka shkuar më shumë se buxheti i luftës. Ka një kufi. Amerika nuk mund të shkojë më shumë se 45 trilion UH kombëtare borxh. Dhe kjo do të ketë ndikim gjithë botën. Përse sulmohet nga e majtja Elon Musk? Elon Musk ka qenë i majtë gjithë jetën.
ka përfituar subvencione nga të majtët. Te Tesla është futur në programe shtetërore, por kur pa që ky vend ishte përballë diçkaje historike. Dhe u bim që vetëm Trump mund ta shpëtojë për këtë çast Amerikën nga marrëzia të majtëve. Dhuroi $250 milionë, nuk i ka asgjë, ka pësuar humbje rreth $100 miliardë nga mos shitjet e Teslës nga presionet e mëdha, por ai duhet falenderuar, njëri që ka bërë revolucion makinat elektrike, internetin me satelit, në hapësirë, në raketat që dërgon. Pra, është dikush gjeni në biznesin amerikan, që e kupton dhe kërkon të fus ato praktika se si mbahet një korporat, një biznes, edhe në government. Ka shumë njerëz që rinë kot. Trump duhet ta kishte firmosur këtë javë shkrirjen e departamentit të arsimit, departamenti më i vogël me 4400 vet, por me rroga rreth mesatare 110.000 vit, më shumë se të tjerët, u krijuar nga Carter dhe u krijuar është shtruar në një mosër. Ka një problem. Kongresi dhe Senati duhet bëj si shkrirjen e departamenteve edhe atë që ka bërë Trump me USAID-in, me ndihmat në përballë. Charles McGonigal, you know him, right? He was in charge of the Russia hoax for the FBI. Charles McGonigal, I know the name well. He was in charge of it, and they just arrested him because he received money from Russia. This can only happen to me. Vladimir Putin has over Trump, the way he's able to work him, and a janë të rëndësishëm përveç të Trumpit, Grenell dhe Kushner. Ai dëgjon realisht Trump ata të dy, sepse të dy janë përfshirë në lidhje financiare të ulta në Serbi dhe në Shqipëri. Dhe thonë se ne mund të bëjmë çfarë duam atje. Për Kushner, çdo gjë është veç te fitimi i investimeve. Pra, transakcion. Ashtu siç është për Trumpin gjithmonë. Gjithçka është para. Trump e dëgjon atë. Nuk kam asnjë dyshim. Se sa shumë dëgjon Grenell, nuk e di. Në vitin 2016, një reporter e pyeti Rudy Giuliani, a të dëgjon Trumpi ty? Asked by a reporter if Trump listened to him. And Giuliani paused and said, yeah, about 20% of the time. Është I pas dhe tha vetëm 20%. Çfarë është një dërguar special? A raporton te Rubio apo do të ketë zyrë në West Wing në White House apo një zyrë në Departamentin e Shtetit? Nuk e di, dhe askush nuk është I qartë. Ka një lloj spekulimi, por ai dhe Kellogg do të kenë një zyrë në ndërtesën ekzekutive, aty në gjithë shtëpisë së bardhë. But who they report to is really ambiguous. I mean, Rubio's in a very difficult position. I've written about how Trump has made so many appointments to positions that never existed before. Trump ka krijuar shumë pozicione që nuk kanë ekzistuar më parë. Dhe nuk është E qartë a është konsultuar me Rubio më parë. Dhe Rubio do ta ketë shumë të vështirë për të mbikëqyrë të gjithë këta të dërguar special. Supervision over all these envoys. Trump po kërkon atë schedule F1 për të pasur më shumë emrime politike. Departamenti I Shtetit ka rreth 200 emrime politike. A mund të shkojë Trump më shumë se kaq në emrime politike? Departamenti I Shtetit ka më shumë emrime politike se sa shumica e të tjerëve departamente, sepse shumica ambasadorëve janë emrime politike. Departamenti ka 70.000 vet. 200-250 janë emrime politike. Numër shumë I vogël dhe shumica në Washington. Burokracia e departamentit, e kam thënë me kohë, kërkon një revolucion kulturor që të përshtatet me administratën e re. Rubio kupton këtë se ka qenë 14 vjet në Senat në Komisionin e Marrëdhënieve Jashtë. Testi për Rubio është si menaxher. A do t'jeti Zoti ta bëj? Do t'jeti vështirë, por duhet të bërë reforma. Nuk ndodh për 4 vjet. Duhet më shumë kohë se kaq. But the test for Rubio and his team at state will be, as managers, can they actually get it done? And it will be difficult. And the reforms that need to be made won't happen in any 4-year period. It'll have to take longer than that. Gjykata Supreme gaboi, 5-4 kundër presidentit Trump. Por është kjo Gjykatë Supreme që e bëri president Trump,
sepse nxori që ka imunitet dhe kjo bëri që mos dënoj. Një gjyqtar provincial, distrikti, ka dash të shkri ngrirjen e $2 miliardë të USAID-it nga Trump. Janë pagesat bërë nga Bideni dhe janë nën kontraktorët që duan të marrin këto burime financiare. Ai ngriu. Por për një mënyrë të përkohshme ndërhyri gjykatësi i distriktit. Atëherë Trump me shpinën e bardhë tha do shkojmë te gjykata supreme ta zgjidhim përfundimisht. Por ata thanë të kundërtën, një gabim i konservatorëve, sepse presidenti ka drejt ta drejtojë këtë vend. Këta nuk po e lënë. Do të bëhet ai si Roosevelt, që nuk e pyeti gjykatën supreme dhe mund të bëhet. Dhe ka drejt, sepse në USAID janë bërë pagesa, shpenzimet kota, waste që quhen në mënyrë kolosale, $60 miliardë. Është një agjenci që ka vepruar si organizëm privat. Gratë e Ramës kanë marrë 20 milion ish dhe ajo që quhet reforma e Sorosit është bërë me paratë e USAID-it, me paratë taksapaguesve amerikanë, është një skandaloze u përmend në Kongresin Amerikan. Rama mund të thotë çfarë doj, fakti është fakt. Por Trump duhet kalojë në Senat dhe Kongres. E thritën Elon Musk, senatori tha jo, do të kalojë me ligj. Siç është krijuar me ligj USAID-i me status nga Kongresi, ashtu duhet të shkrihet. Dhe republikanët e kanë dhe Kongresin dhe Senatin. Ajo që po ndodh me J.D. Vance ka krijuar një hilaritet në Evropë që janë idiotë, ignorant. Ne kemi thënë grinda zvec. Personi u vuna të vend me mbështetjen e Elon Musk për i zgjedhur nga Donald Trump Jr. dhe Tucker Carlson. Është gjua e tij, gjua e Tucker Carlsonit. Një njerëz që ka shkruar një roman, është i suksesshëm në jetë, por nuk e ka pjekurinë politike për këtë nivel. Dhe ky person është ndërta që thotë që Zelenski duhet kërkoj falje të nënshtrohet ndaj presidentit Trump për ato që tha. Zotri, ti ke thënë Trumpit Hitler, idiot, ignorant, ke kërkuar ndonjëherë falje? Jo. A është kjo praliria e shtypit, e medias? Do t'jap sot një fragment nga Chris Lacivita, ose Lacivita, po e them se italian në origjinë, ka qenë i ftuar në Fox News sepse në fjalimin e zotit Trump, në sesionin e përbashkët të Kongresit dhe Senatit, ka qenë tek boksi që quhet boksi i nderit të shtëpisë bardhë. Hedh poshtë disa laraska që e kanë sulmuar, duke thënë që ka vjedhur para tek fushata Trump, nuk është afër Trump, nuk ka marrë asnjë pozicion, ai është atje. Se çdo të bëj me fushatën e PD-s, nuk jam në gjendje ta them. Por është një person që njihet si komando, që ka shkatruar Kerin, pra në fushatën negative është mjeshtër. Dhe e ka gjetur atë etalonin kryqësorës për Edi Ramën dhe aty do të godas. Ai ka qenë ulur me Kashyap Patel. They last 2 minutes. And so just the volume of things, it's hard to keep up with for a lot of people, but for those of us that know the president, he doesn't sleep. And he's a tireless worker and he's a tireless advocate and he's going to stop at nothing. Obviously, he has a chief of staff and Susie Wiles. Best friends that I've made in the latter part of my life is with Susie, and just such a determined, focused, loyal person. And she has the president's ear, and she has a way about her and a calmness about her, and a way of anticipating maybe the moves of what people may or may not, want to pursue. So, but she's the perfect person for the perfect job for her, and of course the president has. I mean, there's several reasons, obviously, that the president received such an overwhelming vote in the election, and that was the attention to the economy. And so you can't take your eye off the economy, and you can't take your eye off of inflation. I think those are the biggest things. But we have oil right now at the lowest price that it's been in 2 years, and that's going to have a cascading impact on inflation, just because energy drives everything. So I think what the president rightly knows where he's got to put his attention and his focus on, but the trade deficit. That ain't true. That's what you just heard. Since day one of Donald Trump's presidency, prices are not down, they're up. That ain't true. That's what you just heard. Since day one of Donald Trump's presidency, prices are
up, not down. That ain't true. That's what you just saw. Since day one of Donald Trump's presidency, prices are up, not down. Idiocy is what it is. The American people want action, and what they see with that video, because I've seen the larger video, which has 20 some odd, 20 members, and they're all saying the same thing. And they probably paid somebody a lot of money to write the same set of lines and repeat them, and that is classic Washington. And you juxtapose that with President Trump, who's actually fighting for the American people and doing very specific, concrete things. Again, they're responding, and he's driving the agenda. And in Washington, that's what you need to do to be successful. Chris, we appreciate that. Dhe, e ka gjetur atë etalonin kryesorës për Edi Ramën, dhe aty do të godas. Ai ka qenë ulur me Kashyap Patel, indian amerikan, shefi FBI. Dyshis Don Bongino, I ashpër ndaj Ramës. Ka shumë gjasa të hapet dosja me Ganigal. Janë 8.000 faqe e time. Rama ka 2 dosje në FBI. Dosjen e fotës me Obamën, aty është, e hapi Donald Hobart, një nga kongresmenët me shumë zë, mbas trysnisë presionit Jody Guardit. Dhe ka ardhur koha që mund të ndëshkohet. Nuk është goditur me non grata se është kryeministër, nuk e kanë pasur këtë lloj qasje deri tani amerikanët, por kjo nuk e shpëton. E kam thënë në komentet të Climate që mund të arrestohet Taula Mballa, Belinda Balluku, Agaci, ministra të tjerë, masë mund të shkojnë edhe nga e djatha, Spaku është në rrugë drejt. Ashtu siç kanë thënë që mos dëgjoni se çfarë thot Trump, në fushatën në Shqipëri, dhe Berisha nuk e ka serioz të them unë për Spakun. Por natyrisht që nëse reforma është bërë nga Soros, kanë drejt që ta kontrollojnë ndonjëherë në mënyrë profesionale për të hequr ato arnimet e prokurorëve që vinë nga e kaluara Enver Hoxhës e kanë lidhje me Ramën. Sepse ata që janë në Shqipëri e dinë shumë mirë. Dhe unë me kontaktet që kam, ma thonë. Edhe njerë Don Bongino. Thing for an FBI agent to be doing, because that sounds kind of corrupt. So in the indictment, you'll see in bullet point 8 that person B, who the FBI agents alleged to have been dealing with, was an Albanian national who was employed by a Chinese energy conglomerate and was an informal advisor to the Prime Minister of Albania. Wow. So this Albanian guy is very well connected, is also working with this Chinese energy conglomerate, which is most likely the same, because there isn't another one doing that kind of significant business in Albania, the same one dealing with Hunter Biden, also connected. Folks, I have never, ever, as a man who served government at the NYPD level, the city level, and at the federal level, I have never been more frightened about how corrupt our government is. I said to Guy this morning, I am really starting to believe that every conspiracy theory that's ever been told, that the crazy ones are the people denying it at this point. Because every time I think the government can't get any worse, a story like today pops. So now we know Hunter is connected to this Chinese energy company with major, major connections to Albania and the FBI through this guy McGonigal, according to the indictment, right? This is fascinating. Wait for it. Because Biden Inc., and notice I didn't just say Hunter, Biden Inc., Biden's brothers, Biden's son, Biden's professional contacts, his contacts in the Obama administration. Biden Inc. had taken a real interest in Albania too, just like this FBI agent involved in the takedown of Trump. Let's produce the receipts. Always. New York Post, Miranda Devine, February of last year. Our Secretary of State is Anthony Blinken. The headline reads, Anthony Blinken's horrific stain on Albania. And it's all for the Biden Inc. team, our Secretary of State, the FBI, the Sinaloa cartel, the whole cabal. NGOs, sounds like what I just said. The intel community, so... Miranda Devine notes in the piece that it's the weirdest thing. One of the first things Anthony Blinken did in office was to sanction the former president and prime minister of Albania. Not the guy working with the FBI, the other guy. She says, as a Secretary of State, Blinken weren't embroiled in enough debacles.
He now stands accused of meddling in Albanian elections on behalf of billionaire financier George Soros and is being sued for defamation in an international court as well. One of Blinken's first actions on taking office, which is curious, was to sanction the former president and prime minister of Albania, Sali Berisha, the anti-communist ally of Presidents George H.W. and W. Bush. Quote, according to the piece, vocal opponent of Soros and his NGO, the Open Societies Foundation, which has been pushing electoral reform in Albania. Electoral reform. Open Societies Foundation loves open borders and electoral reform. This can't be real. Hat tip, by the way, audience archivist Judy for some great tips on this. Great work. What a sleuth. Found this piece. So Biden's buddy, Tony Blinken, who's now the Secretary of State, defames the former prime minister and anti-communist. Defames him to the point he got sued, sanctions him in weirdly one of his first actions in office. Not the open border, not other things. He's worried about Albania, where the FBI has got a allegedly corrupt agent working, where the China company working with Hunter Biden is working, and where George Soros is working to take out his political enemies. Dude, am I letting you down at all? Does this story not get delicious by the second? It gets better. Here we go. It gets even better. Check out this Fox News piece, Brooke Singman. This is from 2018. The Obama State Department used taxpayer dollars to fund George Soros' political activities in Albania? Offensive corruption on the field. Këto kanë qenë hulumtime dhe investigime si gazetar. Duke qenë dyshi i FBI-t, duhet kemi fakte reale që mund të çojnë në një akuzë. Hetimet bëhen nga FBI, kalon tek prokurori, ngrihet akuza, nuk është ajo thjesht, do të ngrihet juria e madhe me fakte që çon prokurori mbas hetimeve të FBI-t, a ka case për çështje apo jo? Dhe aty vendoset. Kështu ndodhi me McGonigal. Juria e madhe i dha 9 akuza. Në qoftë se gjyqi do të vazhdonte me 9 akuzat, zotëria dënoi me 25 vjet burg. U bë një deal, një marrëveshje, dhe ai pranoi 2 më të dobtat. Në New York u dënua se kishte thyer sanksionet me deri paskën, kurse në Washington, ku na interesonte ne, për $225,000 të marrë nga ish agenti sigurimit, por që faktikisht kanë dalë nga zyra e Ramës, dhe u kualifikuan si launch, ka nuk është e vërtet. Por dosja atje duhet të jetë masive, duhet të jetë e madhe. Repeat first down. Repeat first down. There's never been a better time. There's never been a better time for the whistle. Now, if this sounds strange, that the Obama State Department is using their taxpayer dollars to work with George Soros in a foreign country in order to take out George Soros's ideological and political opponents, you're probably like, Dan, I read your book, Follow the Money. And the first chapter is literally called Insane in Ukraine, which lays out the exact same scam in Ukraine. How we were giving money to Soros. Për këtë tronditje të madhe që po krijon Trump, do të rikthejmë edhe një herë Boltonit. Done, and it will be difficult, and the reforms that need to be made won't happen in any 4-year period. It'll have to take longer than that. Në inaugurim pam gjithë farë njerëzish, Melania, Meloni, është një shenjë e mirë për europianët mbase se është e djathtë duke spostuar Macronin, Scholz. A ka influencë Melania te Trump? Duke ardhur nga ish Jugoslavia, nga ato afro atyre zonave, do të ndikoj për ato. Nuk e kam dëgjuar të shpreh opinionet e saj politike. E jema i ka vdekur dhe kam parë gjithkund teatrin në ceremonitë. Nuk e di se çfarë i thot. Ai thot do Trumpi, por Melania është ndikuese, sidomos për ato zona nga ajo vjen. Kina dhe Rusia janë të egërsuar me Trump. A është një shenjë se Trumpi po bën diçka të mirë, drejt? E para ka rëndësia lidhje me Putin. Putin e thotë që ka qenë i hapur për një telefonat, për një nisje bisede. Çuditem se si nuk e ka marrë Putin iniciativën
Por ai nuk do të jap lehtësisht, nuk do të rriqet nga asgjë. Jimmy Vance ishte i qartë gjatë fushatës të krijojë një zonë të demilitarizuar në Ukrainë, të mos hyjë në NATO. Kjo do të ishte fitore Rusisë. New demilitarized zone. Ukraine agrees not to go into NATO. That's a Russian victory right there. Xi Jinping është në një pozicion më të mirë. Trump thotë se do të shkojë të vizitojë Pekinin, ka dëshirë ta presin ato mbrëmjet e mëdha komuniste. Trump ndryshoi 180% me TikTok. Disa vjet më parë ishte kundër, tani kërkon ta shpëtojë. Muzikë përveç të kinezëve. Against it very much a few years ago. Now he's trying to save it. So that has to be music to the Chinese ears, and I think that Trump's desire to have the biggest Trump ka dëshirë të madhe tek një marrëveshje e madhe tregtare në histori, ndaj është i hapur ndaj Kinës. Ambasador, a keni qenë ju thellësisht i përfshirë në bisedimet për marrjen e Groenlandës? Dhe a beson se vërtet do të bëhet pjesë Amerikës? Po, në vitin 2010, në 2019 isha thellësisht i përfshirë. Amerika ka interesa të forta të sigurimi atje. Duhet i mbajmë jashtë kinezët dhe rusët. Groenlanda është më afër Amerikës se sa afër Danimarkës. Është më afër Washingtonit se sa Copenhagen. Amerikanët donin ta blinin në vitin 1867, atë vit që ne blem Alaskën, në Rusisë, atje e blem, ja blem Groenlandën. Groenlandën ja blem nga Danimarka, por Senati nuk e ratifikoi këtë traktat të blerjes. Në luftën e dytë botërore, Roosevelt i dërgoi marinisat në Groenland për të mbrojtur varganin e anijeve ushtarake në Atlantikun Verior. Askush nuk duhet ta nënvlerësojë se sa rëndësi ka Groenlanda. Do të jemi lumtur që ta kemi sovranitet të plotë ndaj Groenlandës. Nuk është e mundur, por ka rrugë të tjera që të rrisim sigurinë e Amerikës, mund të jetë një Commonwealth, por duhet sillemi me respekt ndaj tyre, me respekt ndaj qeverisë lokale, me respekt ndaj Danimarkës. Nuk duhet folur hapur që t'i vëmë në vështirësi ato qeveri të zgjedhura në mënyrë demokratike. Nuk duhet lëmë një zbratësi në Arktikun Verior, se Arktiku ndahet nga Rusia, Danimarka, Norvegjia. The Arctic Circle is surrounded by Russia, half of it, the US, Canada, Denmark, and Norway. We don't want a hole on the NATO side of the Arctic Circle. So very significant for everybody. Let's do it behind closed doors. Ambasador, lutemi për sigurinë tuaj. Thank you, Robert. Well, thank you. I appreciate that very much. Have a nice day, sir. Presidenti Trump ka mbajtur fjalimin e parë përpara Kongresit, dhomës përfaqësuesve dhe senatorëve. 3 ishin kërkesat që Trump i drejtoi Kongresit. Uljen e taksave masive ku korporatët do të përfitojnë $4.5 trilion dhe 5 korporatët kryesore që morën pjesë në inaugurimin e zotit Trump do të përfitonin nga taksat $785 miliard. I kërkoi rritjen financiare për kufirin jugor dhe treta që kërkoi ishte mbrojtje raketore për atë që e quhen Golden Dome. Nuk ka specifika. Ajo që më bërin përshtypje tek boksi i nderuar të ftuarve nga shtëpia e Bardhë ishte edhe ai që quhet Komando, ish bashkë menaxheri fushatës, Chris Lacevita, i cili kryeson fushatën e PD-s në Tiranë. Ai ishte ngjitur me Kashep Patel të FBI-t. Kashep Patel i FBI-t mban fort hapjen e hetimeve për dosjen masive të Mechanical. Edhe pse quhet State of Union, këtë radhë nuk ishte e tillë sepse mbas një viti ndodh, të dyja anët e dhomës të Kongresit Amerikan ishin të përçara. Demokratët ende vazhdojnë të mos pranojnë humbjen e thellë, protestojnë, madje një kongresmen u detyrua të nxirrej me forcë nga ata që quhen togerët e Kongresit, sepse disa herë i është drejtuar me ulurime presidenti Trump, ti nuk ke mandat. Ndërkohë që kongreswoman dhe kongresmenet mbanin në duar gënjeshtar, masku vjedh, pra demokratët vazhdojnë të mos kuptojnë realitetin e ri politik të zotit Trump.
A I tha që ka marrë një letër nga Zelenski, që ka nënkupton që Zelenski do të vi për të firmosur marrëveshjen e materialeve të rralla, minerat me materiale të rralla në Ukrainë. Duket se po sfumohet ajo zënga e stisur në Shtëpinë e Bardhë midis presidentit të papjekur, të traumatizuar të Ukrainës, grindavecit zëvendës president të Amerikës dhe presidentit Trump, që toleroi shumë, por në fundit është I vetmi që mund të shpëtojë Ukrainën nga vazhdimi I vrasjeve makabre të kriminalit Putin. Trump ka një lloj strategjie. Nuk do ta shajë në publik Putinin, sepse kërkon marrëveshjen. Ndaj ndihet I shqetësuar, I mërzitur kur ngacmohet nga Zelenski, I cili ka një drejt, se populli I vritet, por duhet kuptoj që është në gradë më të ulët dhe duhet dëgjoj sherifin e ri në town. Gaf ajo që ndodh në Shtëpinë e Bardhë. Drejtori I CIA-s, mik I çështjes shqiptare, deklaroi dje për Fox News se pauza midis Zelenskit dhe Trump do të kalojë shpejt. Ndërkohë që Wall Street Journal, gazetë e djathtë amerikane, nga më të mirat në Amerikë, kontrolluar nga Murdoch, kishte një titull të madh që thoshte ti mund të jesh I zgjuar, you might be smart, por veprimi yt me tarifat ishte idiotesk, dumb. A kanë të drejtë? Sekretari I tregtisë zoti Trump tha që sot të mërkurën Trump do të shkojë në mes nga 25% tarifa te 12.5 me Kanadan dhe me Meksikën, sepse u pa rënja tek stoqet bursa e Wall Streetit. A ka drejt Trump për tarifat? Unë them se ka. Amerika paguan në vendeve tjera 370 miliard dolar tarifa. Vendet e tjera paguajnë ndaj Amerikës vetëm 50 miliard dolar pra tarifa. Duhet të jetë reciproke. Këtë kërkon zoti Trump. Do të arrijë. Natyrisht që për ekonominë kartat I kishte dopta, sepse kanë kaluar vetëm thuajse një muaj, por më mira pritet të vi, thot ai. Mos dëgjoni se çfarë thot zoti Trump, po shikoni se çfarë bën. Ai e ka në stilin e tij që kërkon që të provokojë sa më shumë të majtën amerikane, ta bëjnë që ta urrej, sepse ai kërkon që të kënaq, të gëzoj magën. Çfarë ka bërë këto rreth 45 ditë zoti Trump? Panama, kompania kineze që kontrollonte portin e Panamas ka pranuar të ashes aksionet një kompanie amerikane, fitoria e tij. Në kufirin jugor, 95% është kontrolluar hyrja e emigrantëve të paligjshëm. Fitore zoti Trump ka dërguar 10.000 vet. Thotë që do të kursejmë miliona dollar me Dodge, miliarda, kanë filluar kursimet, por a do të shkojnë dot 2 trilion, kjo nuk dihet. Musk ishte I ftuar gjithashtu në boksin e nderit dhe këtë radhë I veshur me kostum, jo si Karagjoz ose si garbage man, si do të thoshin mediat e majta amerikane. Me tarifat mbetet për të parë. Me ekonominë ende dhe nuk mund të presësh gjë kaq shpejt, por të paktën disa urdhra ekzekutiv duhet ishin. Por kjo do të vijë më pas. Në rolin e politikës jashtme, edhe pse duket se Amerika po tërhiqet, në fakt nuk është kështu, po ju tregon vendin, vendeve europiane, por dhe botërore. Nuk do të jetë më policë ndërkombëtar, e ka thënë, por kërkon që të largojë Rusinë nga Kina, rreziku kryesor për superfuqinë e vetme mbetet Kina, Europa duhet të përballet me Rusinë. Nuk ka asgjë jashtë logjikës. Fundit janë të gjitha që ka thënë fushat, dhe ato që ka thënë fushat, në këtë fitore jo të vogël, ai do t'i zbatoj. Mbi vete ka marrë një lloj gambling, si të themi, bigjoz, kumar, sidomos me tarifat. Në qoftë se do të jetë I suksesshëm, kjo do ta ngrej tek presidentët më të mëdhenj. Në qoftë se do të shtojë, do të viqë me zgjedhjet e midtermit në Kongres, dhe do ta bëjë të vështirë që Shtëpia e Bardhë
të mbahet nga republikanët. Trendi është që Senati të kontrollohet nga republikanët edhe në zgjedhjet e ardhshme. Ka shumë gjasa të mbaj Kongresin. Betejja për shtëpinë e bardhë nuk dihet se kush do të jetë trashëgimtari Trump. Në intervistën e tij e ka thënë që jo për J.D. Vance ka kohë, do të shikojmë ka dhe emra të tjerë. J.D. Vance do të kuptojë diçka. Zëvendës presidenti nuk ka parë fare. Është përzgjedhur nga Tucker Carlson dhe Donald Trump Jr. Eliminoi menoj Rubion dhe disa figura të tjera të rëndësishme, por Rubio është më i zgjuar. Hesht në takimet e shtëpisë bardhë, menjëherë del në ekran, disa mund të thonë servil, por ai mbron bosin e tij, i cili është presidenti Trump. Ende vazhdojnë figurat e plakura ish politikanë që kërkojnë të sulmojnë zotin Trump. Një letër drejtuar Kongresit nga 5 ish sekretar Pentagoni, Panetta, Hagel, Mattis, të cilët Austin, të cilët thonë që ajo që po ndodh në Pentagon është skandaloze, po shkarkojnë general, po shkarkojnë general afrikan-amerikan. Zotrin, shkarkime ka bërë Obama, shkarkime ka bërë Biden, ka të drejt të bëjë dhe zoti Trump. Në letrën e tyre, të cilët politikisht sulmojnë, thuhet që kjo do të rrezikojë numrin e rekrutëve. Në fakt, çdo ditë janë 350 rekrutime të reja, sepse është larguar DEI. Do të shkurtohet Pentagoni, ka drejt, dhe ka thënë që më në fund do të bëhet një audit dhe t'i kthehet nderi ushtrisë amerikane. Nuk mund të flasin këta për shefin e shtabit të cilin e pushoi presidenti Trump, sepse shefi i fundit i shtabit përpara këtij, Milley, ishte personi që zoti Trump i tha nazist, fashist, idiot, general me 4 yje, i cili ka bërë dhe një që mund cilësohet dhe tradhti kombëtare kur ka telefonuar në kokë të vet homologën e vet kinez duke thënë që nëse çmendet presidenti im dhe kërkon të bëjë një sulm bërthamor, unë do të paralajmëroj ty. S'ka kur të fart drejtë. Dhe tjetra ka anashkaluar sekretarin e Pentagonit kur i ka dhënë urdhër të gjithë generalëve, komandantëve të tij që do të mjoftoni mua për çdo gjë, jo sekretarin e Pentagonit. Trump marshon në filozofinë e tij. Amerika e para nuk do të thotë Amerika e vetmuar. Kabinetin e ka përzgjedhur si ka dashur vet, në Senat nuk ka kundërshti, në Kongres jo. Vazhdon media e majt, por dhe ndaj tyre duket se është fitimtar. Ka media të majta që thonë që ata që e rrethojnë janë si papagaj. A thua se presidentët e tjerë nuk kanë zgjedhur besnik, por kundërshtar. Trump ka një mandat të madh. Dje foli si politikan, e kupton që e majta e urren, vazhdon dhe i provokon, sepse kështu është më të mirë të magës, kështu e mendon ai, mbase ka të drejtë. I but të them dhe njëherë me Putin, sepse duhet jetë. Përse duhet të thënë zoti Trump papet klyshi Putinit? Harruat presidentin Bush që maci nga konservatorët më të mëdhenj. Disa herë ka ftuar Putin në shtëpinë e tij, vllazëror, miqësor. Problemi me Rusin duhet parë mbas viteve të 90, mënyra se si u sollën ndaj saj. Sepse në Rusi duhet të ishte trysnuar më shumë për të krijuar demokraci perëndimore, për të mos e lënë në një vend autokrat. Në lidhje me përplasjen midis Ukrainës dhe Rusisë, votuesi i thjesht amerikan as nuk do t'ja di për Donbasin, por dhe për Ukrainën. Një vend i vogël, ndaj të cilit kam simpati sepse po vriten, po lufton me një vend të madh bërthamor, dhe Amerika duke e mbrojtur rrezikon shumë të përfshihet në këtë konflikt, ndaj i duhet dhënë fund. Zelenski është trajtuar si rockstar nga e majta europiane, por dhe këtu, gaboj politikisht kur mori pjesë në fushatën e demokratëve në tetor, Trump nuk i haron
telefonatën kur i kërkoi që të hetonte korrupsionin e Biden nga i tha jo, ndaj Zelenski nuk ka asnjë kartë që thot zoti Trump dhe do të pranoj marrëveshjen e të fortëve. I vetmi, ose të vetmit që mund të shpëtojnë Ukrainën është Trump dhe Amerika. Ai mund të shkojë të pi çaj një javë rresht me mbretën e Anglisë. Mund të përqafohet 2 muaj me Macron, apo me atë që mund bëhet kancelari i Gjermanisë. Ata nuk e ndihmojnë dot. Pauza, pezullimi ndihmës ushtarake do ta bëj Zelenskin që edhe publikisht të kërkoj falje ndaj zotit Trump. I ka dërguar një letër, do vi të firmos. Pas kësaj, nis paqja. Në fjalën e zotit Trump për një shqiptar i të djathës, ndihet mirë kur shikon që komando Kris Lachevita është tek boksi i të nderuarve nga presidenti Trump, nuk pa ndikun në Grinellin, mbase ende nuk e ka marrë certifikatën e sigurisë, person që na dëmton në Kosovë. Një nga personat më zë që ka zë më të madh në konservatorizmin amerikan është Bill O'Reilly. Kam patur nderin ta kem shpesh në fokus dhe komunikimet më kanë bërë që të mësoj shumë nga ky vend i madh, nga politika si funksionon. Dhe ai gjithmonë ka dhënë argument, nuk largohet nga NATO. Janë presione. Trump hedh granat. Do të jetë shumë i ashpër me George Soros, pa diskutim. Kjo jep një shpresë qendrës djathtë edhe në Shqipëri të përfitojë. Rama jo që thjesht është i konsumuar, Kandili ka kohë që ka nisur të shuhet, por ata që vendosin, jeni ju, votuesit në Shqipëri. Në qoftë se Ramës i hiqet mundësia për të vjetur zgjodhet, is out, lehtësisht. Në qoftë se do të vjet, reagimi do të jetë më i madh. Sepse me Lachevitën, reagimi nga Amerika do të jetë mos pranues. Ajo që nuk më pëlqen, që e kam thënë, sistemi zgjedhor, më le të kthej ndonjëherë George Orwell tek ferma kafshëve kur thotë të gjitha kafshët janë barabarta, po disa kafshë janë më të barabarta se të tjerë. Pse do të ketë lista me deputet sigurt dhe të tjerë që zihen me lista të hapura? Nuk ka kuptim. Nonsens. Ligji zgjedhor i 92 është më i mirë, 100 majoritar, 40 me të përbashkët. A do të jepet shansi mundësia ndonjëherë që dalin gruprime të reja dhe të kontrollojnë parlamentin, nuk ndodh në Shqipëri. Kur do vijë ajo që partia e parë jetë si në Gjermani 28-29%, apo të ta kemi me 2 parti polare. Ideja e një koalicioni të madh me emra që nuk përfaqësojnë thuajse asgjë është e zgjuar dhe marrja e grupimit të asaj që quhet Partia Çame e hedh nokaut Ramën. Edhe pse shikoj reagimet që thonë që Idrizi i merr votat kariket nga Berisha pastaj në qeverisin me Ramën. Kjo këtu nuk ndodh kurrë. Duhet gjetur mekanizmi që edhe kjo mos ndodh. Ke marr votat e këtij koalicioni, nuk mund të hysh me të tjerë. Por që Shqipëria është thuajse siç ishte Amerika në përplasjen Kamala Harris dhe Trump është këtu. Te kjo. Nuk mundet duroj më bind e mbesat e bllokut në ekrane të përshtirë, hajdut, kusar, anti-shqiptar, pro Vučić, pro Athinës, akrobacira si pro Amerikan, nuk ka se si zërmën e keni të traktati i Varshavës. Fjalët se mund vi besit, mund vi, me para, me lobing të vjen gjithkush. Por atë që jam i sigurt, Trump ka alergji nga prapashtesa socialiste. E tha këtë me presidentin e Kolumbisë, i cili nuk pranon të avionët me refugjatët e kapur këtu, dhe Trump i tha presidenti socialist i Kolumbisë. Kjo është në favor të atij grupimi që në zgjedhjet e fundit lokale përpara 2 vitesh unë mbaj mend me 600.000 vota pa emër, pa vul, pa asgjë. Natyrisht nuk është e lehtë. Votat e diasporës nuk jam në gjendje ta përcaktoj realisht, sepse tani kaloi, po prap ka kohë, duhet kishte disa emra nga diaspora për deputet. Që votuesi këtu në New York votoi për dikën nga ne. Jo për Salinjanat, për Taulan Ballat e company. Është një eksperiment
Dhe i dyti duhet të jetë kjo, votimi elektronik dhe numërimi elektronik, pse jo? Të paktën të njësojmë me Kosovën. Natë mirë.